Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë video. Unë jam Rina Maja dhe në këtë video do flasim për dy energji që ekzistojnë brenda çdo njeriu. Ato janë energjia mashkullore dhe energjia femrore. Këto dy energji ekzistojnë brenda çdo personi, pavarësisht se çfarë gjinie ke, dhe kanë ndikim të thellë në mënyrën se si ju ndiheni dhe si veproni në marrëdhënie dhe në jetën e juaj. Në fund të kësaj video, do e kuptoni se ku gjendeni për momentin me energjinë e juaj. Dhe nëse po veproni më shumë me energjinë mashkullore ose me energjinë femrore. Padyshim që ka momente kur energjia mashkullore ose energjia femrore është më e theksuar, por është e rëndësishme të kuptojmë ku ndodhet energjia jonë aktualisht dhe cila energji është më e natyrshme për ne. Energjia mashkullore ka të bëjë me drejtimin, qëllimin dhe veprimin. Kur je më shumë në energjinë tënde mashkullore, je më i fokusuar, i vendosur dhe i orientuar drejt arritjes së qëllimeve tuaja. Kjo energji është e lidhur me strukturën, disiplinën dhe aftësinë për të marrë vendime të shpejta. Ju mund të ndiheni si lider në jetën e juaj dhe të krijoni stabilitet duke ofruar mbështetje dhe siguri për veten dhe për të tjerët. Një person që është më shumë në energjinë mashkullore është më i prirur të marrë përgjegjësi, të ketë një sens të fortë qëllimi dhe të punon me intensitet për të realizuar ëndrat e tyre. Ju mund të jeni më pak të fokusuar në emocionet e juaja dhe më shumë në veprime dhe në arritjen e suksesit. Njerëzit që janë më shumë në energjinë e tyre femrore janë më të lidhur me emocionet dhe intuitën e tyre. Ata janë të aftë të shprehin ndjeshmëri dhe të krijojnë lidhje të thella me të tjerët. Kur je më shumë në energjinë femrore, je më i gatshëm të relaksohesh dhe të lejosh gjërat të vinë natyrshëm, duke pranuar dhe tërhequr mundësitë pa u munduar shumë. Pra energjia femrore ka të bëjë më shumë me relaksim dhe me tërheqjen e gjërave pa u munduar shumë. Kur je më shumë në energjinë femrore, je më spontan dhe më kreativ. Njerëzit që janë më të lidhur me energjinë e tyre femrore, shpesh ndihen më të qetë dhe më të hapur për të shprehur ndjenjat dhe emocionet e tyre dhe për të pranuar përkrahjen e të tjerëve. Për të pasur atraksion në një lidhje, duhet të ekzistojë polariteti mes energjisë mashkullore dhe energjisë femrore. Nëse po flasim për një lidhje heteroseksuale, si shembull një burr që është në energjinë e tij mashkullore, ndjen atraksion të fortë ndaj një gruaje që është në energjinë e saj femrore. Ky polaritet krijon një dinamik të fuqishme dhe të natyrshme mes tyre. Mashkulli në energjinë e tij mashkullore është i vendosur, udhëheqës dhe i fokusuar në qëllime, ndërsa femra në energjinë e saj femrore është e qetë dhe e lidhur me emocionet dhe intuitën e saj. Ky kombinim krijon atraksion mes dy partnerëve. Është e rëndësishme të kuptoni se asnjë nga energjitë, as energjia mashkullore, as energjia femrore nuk është më e mirë ose më e fuqishme se tjetra, secila ka rolin dhe fuqinë e saj unike.
Nuk bëhet fjalë që energjia mashkullore të kontrolloj apo t'i tregoj një gruaje çfarë të bëj, përkundrazi bëhet fjalë që mashkulli duke qëndruar i fortë në strukturën dhe drejtimin e tij, të krijojë një ndjenje sigurie dhe të lejon gruan të relaksohet në energjinë e saj femrore, që ajo të ndihet e qetë dhe jo në stres dhe në energjinë e saj mashkullore. Shpesh shohim gra që janë më shumë në energjinë e tyre mashkullore, ashtu siç ka burra që janë më shumë në energjinë e tyre femrore. Gratë që janë më shumë në energjinë e tyre mashkullore, shpesh herë tërheqin burra që janë më shumë në energjinë femrore, ose burra që janë më shumë në energjinë femrore tërheqin gra që janë më në energjinë mashkullore për arsye të polaritetit dhe se si formohet atraksioni. Për ata që identifikohen si burra, kjo zakonisht është energjia mashkullore, kjo është më e natyrshme për meshkujt. Ndërsa për persona që identifikohen më shumë si gra, është zakonisht energjia femrore. Kjo është më e natyrshme për femrat. Kur ti qëndron në energjinë që është më natyrale për ty, ti duhet të tërheq partnerin që është më i mirë për ty, që të lejon ty me qenë në energjinë tënde mashkullore ose femrore. Nëse po kuptoni tani që si grua jeni më shumë në energjinë tënde mashkullore, mos u ndini keq për këtë, sepse jetojmë në një botë ku energjia mashkullore, produktiviteti, puna, struktura, planifikimi shihen më shumë si gjëra pozitive, ndërsa relaksimi, pushimi, spontaniteti shpesh konsiderohen si dobësi apo humbje kohe. Për fat keq, kjo ka bërë që shumë gra të largohen nga natyra e tyre e vërtet femrore. Dhe shumë prej tyre shohin të qenit femrore si një dobësi, kur në të vërtet të jesh një grua në energjinë tënde femrore është diçka thellësisht e bukur dhe e fuqishme. Të jesh në këtë energji do të thotë të jetosh në harmoni me trupin tënd, të ndihesh më e qetë, më e përmbushur dhe më e lumtur. Kur një grua qëndron vazhdimisht në energjinë e saj mashkullore, ajo vazhdimisht është e lodhët dhe shpesh bëhet e irrituar, e zemruar, mundohet me i kontrollu të gjitha gjërat në jetën e saj dhe zakonisht nuk është shumë e lumtur. Në marrëdhënie, kjo shpesh shfaqet si tendenca për të ndjekur mashkullin. Nëse e shihni që ti je ajo që gjithmonë i dërgoni mesazhe, planifikoni çdo takim, gjithmonë vendosni se ku do të shkoni ose çfarë do të bëni, kjo do të thotë që ju jeni për momentin më shumë në energjinë e juaj mashkullore. Dhe kjo e shtyn mashkullin të jetë edhe më shumë në energjinë e tij femrore. Kur filloni të riktheheni më shumë në energjinë tënde femrore, e shihni që nuk keni nevojë të vraponi pas një mashkulli dhe e lejoni që ai të jetë ai që i planifikon gjërat që të shkruan ty dhe ti mundesh me qëndru në energjinë tënde femrore dhe të lejosh atë të vrapon pas teje. Nga ana tjetër,
Burrat që qëndrojnë kryesisht në energjinë e tyre femrore, shpesh i lënë të gjitha vendimet në dorë të gruas, janë të pasigurt, të paqëndrueshëm dhe shpesh mungojnë një strukturë, disiplinë dhe përkushtim ndaj qëllimeve të tyre, dhe nuk kanë një drejtim në jetë dhe në marrëdhënie. Nëse ti identifikohesh si një burr në energjinë mashkullore, atëherë duhet të përqendrohesh tek vetja, tek rritja personale, tek arritja e qëllimeve dhe ndjekja e ëndrave të tua. Duhet të kesh guximin të shkosh pas vajzës së ëndrave të tua dhe t'i tregosh asaj se pse meriton të jesh në jetën e saj. Energjia mashkullore nuk ka të bëjë me kontroll apo dominim, por me krijimin e një lidhje të shëndosh, ku ti je ai personi që e bën atë grua ose femër të ndihet e sigurt dhe e mbrojtur. Kur ti udhëheq me qëllim, përkushtim dhe qëndrueshmëri, i jep asaj mundësi të relaksohet dhe të jetë në energjinë e saj femrore dhe të keni një lidhje shumë të shëndosh. Por ndonjëherë mund të përjetojmë lëndime që ndikojnë në balancën e këtyre energjive. Lëndimi mashkullor mund të shfaqet si një mungesë besimi dhe kontroll, dhe mund të ndodhë tek të dy gjinit. Shpresoj që kjo video ju ka ndihmuar për të kuptuar se në cilën energji jeni ju për momentin, dhe nëse keni ndonjë pyetje rreth kësaj teme, mundeni me më shkruaj në Instagram ose në komente dhe do përgjigjem. Dhe nëse dëshironi seanca private, mundeni më kontaktu në emailin time ose në Instagram, të dyat i lë në descriptions. Kaloni një ditë të bukur dhe deri në videon tjetër, mirupafshim.